Ju njohi me shtypin e ditës e shtunë 14 qershor, në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni: akti normativ ndryshon buxheti 2025, kujt i shtohen parat, prioritetet. Nëpërmjet një akti normativ të datës 11 qershor, Këshilli i Ministrave ndryshoi sërish buxhetin për vitin 2025, pasi analize për 5 muajt e parë të vitit, 11.8 miliardë lekë do të alokohen apo rialokohen në mbështetje të sektorëve prioritar, por edhe në nxitjen e mëtejshme të investimeve publike. Rinumërimi i votave për Tiranën 20 martën, KQZ mbyll kryqëzimin e të dhënave PEI, problematikat e votimit. Viva Tech 2025, Shqipëria në Paris me Albania Future Now, mesazhi ministrit Gonxha. Kërcënimet, ambasada e SBA-ve, policia vi mbrojtje kundër krimeve. Në brendësi do të lexoni opinionin me titull: Themeluesit e arsimit të lartë dhe shkencës në Shqipëri, si dhe zgjedhjet e pasojat për të reformës zgjedhore. Këto e të tjera i gjeni në brendësitë e gazetës në mënyrë të detajuar. Vazhdojmë më tej me Telegrafin që çelet me kryartikullin: milionerët e rinj të kuvendit, ja deputetët me llogari bankare deri në 2.3 miliard lekë. Shqipëria vijon të kryesojë listën e vendeve të varfra në Europë, por jo të gjithë e njohin këtë anë të saj. Në një vend ku ndihma ekonomike është luks dhe paga minimale mban mira familje, ligjvënësit tanë duket se jetojnë në një realitet paralel me karta krediti pa limit dhe pasuri të mëdha, dhe ky nuk është më hendek social, është një kontrast i rrezikshëm me përfaqësuesit e popullit. Kuvendi kushton shumë dhe me sa duket jo vetëm në lek. Alarmi: bomba e kuqe që ngjyros tekstilet hidhet në ëmbëlsira. Pas pesticideve, salmonelës dhe murtajës të kafshët e imta, një tjetër skandal ka përfshirë tregun shqiptar për futjen e një pluhuri frutash me origjinë nga Turqia, brenda të cilit ndodhet pigmenti toksik për shëndetin e njeriut, e kuqe reaktive. Skandalin e ka zbuluar shteti grek pas analizave të kryera për produktet Red Forest Fruit Cake. Pigmenti i pa autorizuar është një bojë sintetike që përdoret kryesisht për ngjyrosjen e tekstileve, veçanërisht pambukut dhe fibrave natyrale që po përdoret në Shqipëri te ëmbëlsira dhe tortat për t'i dhënë natyre ngjyrën e kuqe. Inspektori i lartë i drejtësisë, kryeinspektori Ertur Metani, monitorimi i zbatimit të rekomandimeve, sfidë lidhur me efikasitetin e sistemit të drejtësisë, afera me 2 klas shkollë, si telefoni gruas së Evis Berberit, fundosi Benet Becin për tenderin që i dha myftarit për të ndarë parat bashk. Xhelal Mziu: vetëm regjimet autoritare si rilindja krijojnë skllavërimin ekonomik, social dhe politik të qytetari. Kryeministri Rama prezanton skuadrën fituese të Tiranës të zgjedhjeve të 11 majit për Shqipërinë 2030 në BE. Balluku tur falënderimesh me qytetarët në Patoz dhe Roskovec. Ermal Dredha: sezoni turistik në Vlorë pozitiv, rriten prenotimet. Vazhdojmë më tej me një tjetër gazetë. Tek dita do të lexoni detaje dhe analizë: Iran-Izrael, lufte kufizuar apo përgatitje për konflikt më të gjerë, ndikimi në politikën globale, në tregjet botërore dhe si do ndihen pasojat edhe në vende si Shqipëria. Kjo përplasje ndërsjell do të shtojë dhe më tej polarizimin botëror, duke thelluar ndarje mes perëndimit dhe bllokut rus-kinez. Pse ditët në vijim janë kritike? Të plot të shkrimë gjeni në faqen 2 dhe 5 në brendësi të gazetës. Analiza e rinumërimit: pse hapja e kutive mund të sjellë pasoja të reja për integritetin e procesit zgjedhor. Rihapja e kutive në disa qarqe të vendit pas ankesave të partive opozitare rrezikon që të njollos më tej 11 maj dhe të sjellë goditje ligjore, duke theksuar nevojën për reformë zgjedhore. 1001 çatim mbi koka: duhet të ndërhyjë qeveria në tregun e shtëpive? Tranzicioni me korrupsionin pa fre e ka cënuar besimin tek sistemi dhe strehimi nuk bën përjashtim. Kredi të buta kanë marrë politikanë, deputetë, afërm, administrata të tjera, duke lënë të presë në radhë qytetarët e thjesht. Industria e turizmit po lurzon, por me çfarë kosto në jetën e shqiptarëve të zakonshëm? Anulohen fluturrimet midis Tiranës dhe Tel Avivit, mbyllet ambasada. Statistike e botuar për herë të parë: sa është rroga reale rreth gjysmës së shqiptarëve. Analizë: a rilin demokracia nga hijet populiste? Ngjarja tragjike: u shpëtua në lum nga emigranti Beratas, 2 fëmijët në Greqi pësojnë vdekje klinike. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Si gjithmonë në fund, Panorama Sport. Kombëtarja në syrin e legjendave, ish sulmuesi, Silvinho arrogante me capriccio në një vend tjetër e kishin hequr, ish mbrojtësi, mu duk si dasmë me Serbin, në Letoni sikur prisnin pushimet. Analiza e Sokol Kushtës e Rudi Vatës mbi 2 sfidat e fundit ndaj Serbisë dhe Letonisë. Legionari Aslani, Fiorentina e ka seriozisht përmes fushorin. Kuqezint, përfaqësuesja gati 2 miqësore por me modest. Partizani, klubi gjën mbrojtës në Kostarikë.
Benfica, Bensuka në ajër, kampionët duelet e elitës, Egnatia Vua në Aksin Tiranë Durrës, Bardhe Blut, shkëmbja as po as jo, Dembele drejt Arabis, Superioria, Elbasani kërkon bomber, Idrizi merret me rinovimet, largimi, Greca, divorci radhës të Besa e Kavajës, Formula 1, Leclerc mohon largimin, dua titullin me Ferrarin. Të dielën një botror klubesh për historinë, Argentina si Inter Miami çel Leventin, Messi, Unika, Iberikët, Mastantuono i Realit, Barça kontakton Williams, Guardiola, po të isha në Spanjë do më kishin shkarkuar. Këto ishin titull kryesor të gazetës Panorama Sport dhe kështu e përfundojmë leximin e shtypit për këtë të shtunë.